Ata të dy nuk njihen për ndonjë miqësi, kush e di se çfarë, po flasin për Kristalia e Dragot dhe Luiz Ellin. Në një intervistë së fundmi, Kristi foli për muzikën e Luiz Ellit, duke theksuar se nuk është as pak e tërhequr nga drejtimi që ai ka zgjedhur të ndjek. Mua nuk më pëlqen zhanret që bën Luizi. Në një ambient tjetër folëm të njëjtën gjë. Më vjen keq sepse ka gjithë atë hapësirë të bëj këngë, studio dhe gjëra. Duan të shajnë sa më shumë, u shpreh Kristi gjatë intervistës. Deklarata e tij u pa nga shumë si një vazhdim i rivalitetit të dikurshëm mes tyre që nisi brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Pavarësisht këtij kriticizmi, Kristi u tregua i kujdesshëm të theksonte se çdo artist ka stilin e vet dhe është i lirë të ndjek rrugën muzikore që dëshiron. Secili ka stilin e vet, ka të drejtë të bëjë atë që ndjen. Unë thjesht nuk jam dakord me zhanret që ai zgjedh, shtoi ish banori i shtëpisë së famshme. Kujtojmë se në atë edicion të dytë të shtëpisë së famshme, këngëtari Luiz Elli arriti të fitonte jo vetëm zemrat e publikut, por edhe çmimin e madh për 100.000 eurosh, si dhe na duhet të theksojmë se fitoi dhe dashurinë e jetës së tij, Kera Titon. Luiz Elli vijon karrierën në muzikë, ndërsa Kristalia e Dragot ka qenë më i stepur nga televizioni. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.